Tani, kthehemi tek Rusia. Natyrisht që Rusia është një aleat i Serbisë. Por deri tani ne nuk kemi pasur të dhëna konkrete që Rusia ka një përpjekje për ta destabilizuar Ballkanin. Më shumë duket që interesat janë të aktorëve të brendshëm politik në Ballkan, siç është rasti i Dodik në Bosnjë-Hercegovinë, sesa të kemi një inspirim nga ana e Moskës për të patur një konflikt në Ballkan. Një. E dyta, besoj që edhe kapacitetet e Moskës për ta shtyrë Ballkanin në konflikt janë të kufizuara. Sepse çdo tentativë e tillë do të ndishej natyrisht me një kundërpërgjigje nga ana e europianëve dhe nga ana e amerikanëve. Në këtë pikpamje e shoh të kufizuar mundësinë e Moskës për të krijuar trazira në Ballkan. Ka një ide të përgjithshme që nëse Rusia del fituese në Ukrainë, dhe gjasat janë që do dalë fituese në Ukrainë, pra do realizojë objektivat e saj, atëherë çështja e Kosovës është shumë më problematike. Për mua kjo nuk qëndron, kjo është një logjik e cila nuk ka vijimsi, nuk ka kontinuitet. Besoj që mund të jetë e kundërta. Europianët të alarmuar nga revanshi i Rusisë mund ta shohin më shumë prioritet çështjen e Ballkanit dhe të Kosovës dhe të përpiqen të gjejnë një zgjidhje për t'i dhënë garanci dhe siguri shtetit të Kosovës. Pra, nuk duhet ta shohim thjesht përderisa Rusia është aleate e Serbisë, Rusia fiton në Ukrainë, atëherë Kosova do jetë në telashe të mëdha. Kjo logjik nuk funksionon kështu, politika ndërkombëtare është shumë më komplekse se sa kaq. Profesor, një pyetje të fundit kam, duke qenë se jemi në një situatë hipotetike, në rast të një agresioni të mundshëm, ne duhet presim nenin 5, nëse do aktivizohet, apo ndoshta duhet filluar puna edhe për aleanca dypalqe, ndoshta siç është rasti i Greqisë me Francën. Pra, ku duhet të mbështetemi? Apo te vllai i madh në Turqi? Unë kam bërë edhe një artikull relativisht të gjatë sa i përket kësaj, me thënë drejtën. Dhe natyrisht që burimi kryesor i garancisë për sigurinë tonë është mbrojtja kolektive brenda NATO-s. Dhe unë besoj që kjo do të vazhdoj të mbetet mekanizmi kryesor i mbrojtjes sonë. Por kjo nuk do të thotë që ne të mos mendojmë për mekanizma përplotësues të këtij mekanizmi sigurie. Pra nuk po them për alternativa, por po them për mekanizma përplotësues të sigurisë kolektive. Dhe kjo do të përfshinte forcimin e aleancave dypalqe. Ne përveç marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilët kemi patur tradicionalisht marrëdhënie dypalqe shumë të afërta, marrëdhëniet me vendet e Bashkimit Evropian i kemi zhvilluar kryesisht në kuadër të Bashkimit Evropian. Ka ardhur momenti që ne të forcojmë marrëdhënie bilaterale në mënyrë të veçantë me Gjermaninë, me Italinë dhe me Francën. Pra do duhet të punojmë sa më shumë për të avancuar marrëdhënie bilaterale me këto vende. Zlyti, do duhet që të krijojmë një strategji të madhe që përfshin edhe vendet e rajonit dhe që na krijon një lloj unaze rrethimi jo në pikpamje negative, por në pikpamje të dekurajimit të Serbisë nga çdo lloj aventure të mundshme. Dhe kjo do të përfshinte natyrisht një marrëdhënie shumë intensive me Turqinë, i cili është aleat ynë strategjik dhe ka përmbetur aleat i tillë strategjik, veçanërisht në kohëra të vështira. Një aleancë me Kroacinë, dhe duhet të intensifikojmë bashkëpunimin me Kroacinë. Do duhet të eksplorojmë mundësinë për të fuqizuar marrëdhëniet me Bullgarinë, në mënyrë që dhe të përmirësojmë marrëdhëniet me Bosnjë-Hercegovinën, të cilat janë në nivele shumë të ulta në fakt. Në mënyrë që të krijojmë një blok që do të kundërbalanconte Serbinë në pikpamje të çdo lloj pretendimi të mundshëm në të ardhmen.
Dhe ajo çka është më e rëndësishme, çka përbën edhe rrethin kryesor, besoj është që ne kemi deficienca në fuqizimin e bërthamës shqiptare në rajon. Çka do të thotë në mënyrë të veçantë ndërmjet të marrëdhënies ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Ne do duhet të shkojmë drejt një integrimi funksional të shoqërisë shqiptare në tërësi në Shqipëri dhe në Kosovë, çka do të krijonte mekanizmat për një mbrojtje të përbashkët brenda kornizës së mbrojtjes kolektive të NATO-s. Profesor, të falenderoj shumë për gjithë bisedën. Faleminderit për ftesën. Profesor Rofshtinet, jam shumë i njohës. Kohën e kalova, por biseda rrodhit të jam shumë i njohës. Gjithashtu. Rofsh, faleminderit shumë. Pafshim. Mirupafshim.